nga Gjergj Zefi. Në diplomaci, ambasadorët rrallë herë zgjidhen rastësisht, sidomos kur bëhet fjalë për Shtetet e Bashkuara. Çdo emrim është një mesazh, çdo profil është një deklaracion politik. Dhe kur presidenti Donald Trump vendos të dërgojë në Tiranë një general me 3 yje, ish komandant operacioneve speciale të NATO-s, mesazhi nuk është vetëm për Shqipërinë, ai është për gjithë Ballkanin. Eric Wendt nuk është diplomat karriere, nuk është produkt i Departamentit Amerikan të Shtetit, i rritur në ambasada me negociata protokollare. Ai është një njerëz që ka kaluar më shumë se 3 dekada në operacionet speciale në Afganistan, Lindjen e Mesme, Korenë e Jugut dhe në strukturat më të ndjeshme të NATO-s. Ka komanduar forca speciale, ka koordinuar aleanca ushtarake dhe ka drejtuar misione sigurie në zonat më të nxehta të globit. Kjo e bën emrimin e tij politikisht domethënës. Në dëshminë e tij para Komitetit për Marrëdhëniet me Jashtë të Senatit, Wendt nuk foli gjatë për politikën e brendshme shqiptare, ai foli për NATO-n, për luftën kundër korrupsionit, për krimin e organizuar transnacional, për investimet amerikane dhe për rëndësinë strategjike të Shqipërisë në arkitekturën euroatlantike. Ky është ndryshimi i madh. Për vite me radhë, ambasadorët amerikanë në Tiranë janë identifikuar kryesisht me reformën në drejtësi, krizën politike dhe proceset zgjedhore. Wendt vendos fokusin drejt sigurisë kombëtare dhe rolit të Shqipërisë si aleate ushtarake. Kjo nuk do të thotë se Washingtoni heq dorë nga drejtësia, përkundrazi. Ai e vendosi SPAK-un në qendër të fjalës së tij, duke cilësuar luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar si prioritet të mandatit të tij. Ai vlerësoi SPAK-un si një institucion efektiv dhe theksoi se sundimi i ligjit është kusht edhe për një klim të shëndetshëm investimesh. Mesazhi është i qartë. Siguria nuk ndërtohet vetëm me baza ushtarake, por edhe me institucione të besueshme. Emrimi i një ish komandanti të operacioneve speciale të NATO-s mund të ndahet nga zhvillimet gjeopolitike. Lufta në Ukrainë ka ndryshuar arkitekturën e sigurisë në Europë. Rusia vazhdon të kërkojë ndikim në Ballkan përmes Serbisë, strukturave hibride dhe fushatave të dezinformimit. Kina po zgjeron praninë ekonomike, ndërkohë SBA po konsolidon krahun jugor të NATO-s. Në këtë panoramë, Shqipëria nuk shihet më vetëm si anëtare e aleancës, ajo po shihet si një nyje logjistike në Adriatik. Nuk është rastësi që Wendt përmendi publikisht rëndësinë strategjike të Porto Romanos dhe korridorit të 8, duke theksuar se infrastruktura e sigurt mund të shndërrojë këtë port në një pikë kyçe për lëvizjen e kapaciteteve të NATO-s dhe njëkohësisht të mbështesë interesat ekonomike amerikane. Ky nuk është më diskurs diplomatik klasik, është gjuhë strategjike. Një tjetër element që shpesh kalon pa u vënë re është se Eric Wendt nuk vjen në Tiranë për të njohur Shqipërinë nga e para. Ai ka bashkëpunuar me forcat e armatosura shqiptare në Afganistan dhe në strukturat e NATO-s. Në Senat ai foli me vlerësim për ushtarakët shqiptar, duke thënë se ata mishërojnë shpirtin luftarak të Gjergj Kastriotit dhe i përshkroi shqiptarët si krenar, punëtor dhe mikpritës. Kjo do të thotë se ai mbërrin me njohuri paraprake për institucionet shqiptare, për kulturën ushtarake dhe për potencialin e vendit si aleat. Gjatë seancës së konfirmimit në Senat, Eric Wendt u pyet edhe për investimet e familjes Trump në Shqipëri. Ai u distancua qartë nga çdo interes privat, duke theksuar se ligji duhet të zbatohet njësoj për të gjithë dhe duke vlerësuar rolin e SPAK-ut në luftën kundër korrupsionit. Ky ishte një mesazh i drejtë për drejtë për politikën shqiptare, partneriteti me SBA-n, mbështetje tek shteti i së drejtës, jo tek favorizimet politike. Profili i tij tregon se fokusi do të jetë tek siguria, NATO, lufta kundër krimit të organizuar dhe mbrojtja e interesave strategjike amerikane në rajon. Emrimi i një generali në Tiranë nuk është rastësi, por një sinjal se Ballkani mbetet një front me rëndësi të veçantë për Washingtonin.